Më i moshuari i grupit të famshëm muzikor Karajfile që ka Shkodra, veterani i këtij grupi, 82 vjeçari Rushdi Çekaj, i themeluar 42 vite më parë, vazhdon të jetë aktiv në skenë ashtu siç ndodhi dhe mbrëmjen e së hënës në koncertin tradicional Ahengu Shkodran. Ai thotë se breza ndryshojnë, po Karajfile që ka Shkodra do të vazhdojnë. Për mua muzika është jeta. Vetëm të muzika ne vetëm te për komod shumë qetë, shumë entuziast, energjik. Edhe me emocione, sigurisht edhe me emocione, patjetër. Se më kujtojnë shokët, që janë më, më kujtojnë suksesin, më kujtojnë repertori. Kështu që, po në përgjithësi, njëhem shumë komod, të për emocionalisht me shpresë që Karajfile do të jetojnë përjetësisht. Ahengu Shkodran, ai e konsideron jo vetëm një perlë të Shkodrës, por të gjithë muzikës shqiptare në tërësi. Ahengu është një perlë e kësaj zorë, se kësaj krahinit e këtij qytetit, këtij qarkut. Çekaj kujton se ideja për krijimin e grupit Karajfile që ka Shkodra u hodh në vitin 1976, pavarësisht se u krijua në vitin 1983. Ka shumë e vërtet, e ka jo vërtetu, pa e ka konfirmu ish drejtori i asaj kohë të Filharmonisë së Qytetit të Shkodrës, zoti Agim Kodraliu, që sot nuk është më në radhën tona. Që në 76 dy artistat qytetarë shkodan, po pjesëtar të këtij grupit Karajfile që ka Shkodra, Nesret dhe Tahir Kastrati, kanë ardhur në zyre, me kanë ndërzu idenë, projektin në vitin 1976. Për arsye të ndryshme, kjo u realizu vetëm në vitin 83. Me muzikë ka nisur të merret rregullisht në vitin 1961 në moshën 19 vjeçare dhe thotë që do vazhdojë derisa të ketë frymë. Në artën jam qysh në 61-shin, dhe me thonë sa vjet i takon. Sa të kemi mundësit, sa të kemi vokalin, sigurisht, se sot në grupin Karajfilet, këta janë super profesionista, janë të ri energjik, e dojnë shumë. Mu ke nuk me mundën kja fundit, e du edhe unë njerë zakonisht shumë, por prezenca ja me këtu, se më thonë, edhe i nëzit. Por unë ma tepër do të bëj shatë më dhe. E pyesim për emrat edhe të artistëve të grupit themelues të Karajfileve që ka Shkodra, të 40 viteve më parë dhe pushtohen nga emocionet. Po më krijon emocione, tenorat parë kanë kënë, që sot nuk janë ma, dhe Pavaci, Ferdinand Deda, nuk jetojnë ma ata, jam unë, është Paulin Gruda, manë në sektorin e dytë është Luiz Gjelia, Barhan Nehani, që edhe nuk jeton ma sot, që u të apë që më bani. Riza Ramadani. Manë në repartin bas bariton Tahir Kastrati, Nesret Kastrati, Leon Leka, që këta të tre nuk janë ma sot. Karajfilet janë të pavdekshëm, përjetësisht. Grupet muzikore Karajfile që ka Shkodra, Plesh të Kryes, nga Bashkaj Kënga Popullore dhe Kori, Liria Koçës, vlerësohen si një pasuri shumë e rëndësishme e artit të këngës dhe muzikës shqiptare.